Vetëm një ditë para spektaklit të së shtunës, kurioziteti se kush do të largohet nga shtëpia e Big Brother VIP është tepër i lartë. Sipas sondazheve më të fundit në rrjetet sociale, Casey kryeson listën e rrezikut për t'u larguar nga shtëpia me 35% të votave kundër. Pasi vjen Nina, e cila renditet e dyta me 30%, duke mbetur gjithashtu në një zonë të fortë të rreziku. Në vendin e tretë pozicionohet Lorna me 15%, një përqindje më e ulët, por që ende nuk e nxjerr plotësisht jashtë nominimit. Miri ndodhet më poshtë me 12%, duke u konsideruar relativisht më i sigurt krahasuar me të parët. Në fund të listës është Selin me vetëm 8%, çka tregon se aktualisht ajo është banorja më pak e rrezikuar sipas këtyre sondazheve. Kujtojmë se këta banor shkuan në televotim pas një zinxhiri të papritur të nisur nga Mateo, dhe ata mbetën 5 të fundit që u dërguan në televotim. Po ju kush mendoni se do të largohet?